Menjëherë pas ankesave të Këshillit të Prokurorisë për mungesë eficiencë nga oficerët e policisë gjyqësore, por dhe numrit të vogël të denoncimeve prej tyre, prokurori i përgjithshëm thërriti në takim krerët e ministrive të cilët kanë në organik strukturat të tilla. Në takim ishin Ministri i Drejtësisë, ai i Brendshëm, i Mjedisit dhe Financave. Sipas Ministrit të Brendshëm, rëndësi e veçantë u kushtua çështjeve të korrupsionit. Takimet tjera do pasojnë me rakordimin e çështjeve konkrete, veçanërisht për sa i takon korrupsionit dhe krimit ekonomiko-financiar. Megjithatë, fillimisht në linjë parimi ne biseduam për koordinimin më të mirë të agjensive në tërësi, burimeve njerëzore, kualifikimit burimeve njerëzore, për të çuar me sukses para dhe sa më shpejt përshëndimet penale. Nga të dhënat e deri tanishme mësohet se do të ketë shtime në organik të 19 oficerëve të policisë gjyqësore në polici, 7 në tatime dhe 2 në dogana.